Këto janë 3 produkte që kanë shpëtuar flokun tim. Nisim me të parën që është më e rëndësishmja. Nëse do merrni vetëm diçka nga kjo video, do ishte ky produkti. Është ky produkti i K18-s, Leave-in Repairing Mask. Arsyeja pse floku im nuk më është kputur aq shumë, ky është produkti që kam përdorur gjithmonë. Këtë maskën e vendos në flok kur floku është i lagur dhe mban për 4 minuta dhe e bëj 4 në 6 larje sa herë që e shoh që floku ka nevojë. Nuk e di sa cop kam lërë si ky produkti, po nëse po ju puten flokët, ky është produkti që ju sugjeroj. Produkti i dytë që mua më pëlqen shumë është ky produkti për anti-freezing, Freeze Control, që mos më puten flokët, i hidratoj her pas here edhe kur janë flokët e thata, dhe nuk e di se çfarë i kanë hedhur këtij produkti dhe pse e hedh në flokë të thara. Sa e hedh dhe thahet floku, direkt është floku super i butë, sikur sapo i kam vendosur një maskë. Dhe pse e vendos në flokë të tharë, kur i hedh këtë nuk ndihet fare i rënd, po ndihet shumë i butë dhe i lehtë. Produkti i tretë është ky vaj i K18-s. Ndryshe nga produkti që sapo ju tregova, ky nuk ta lën flokun shumë të butë, ama i jep flokut shumë shkëlqim dhe riparon shumë flokun. Kam dhe shumë produkte të tjera, prandaj më thoni nëse doni një pjesë të dytë.